Kush e shkroi Kuranin? Për ato që janë sa po të njohur me Islamin apo për ato që kanë shumë kohë, sot do zhvillojmë temën kush e ka shkruar vërtet Kuranin dhe si ka ardhur ai në formën që kemi sot. Sepse shumë njerëz, shumë musliman besojnë që janë fjalët e drejt për drejt të Zotit dhe kjo është ajo se çfarë ata besojnë dhe besojnë që është shkruar nga Zoti. Ka shumë njerëz që besojnë, domethënë që është shkruar nga Zoti. Imagjinoni pak Zotin të ketë një shtëpi botimi dhe ndoshta të ketë sirë lapsa dhe të shkruaj libra. Por kjo është ajo se çfarë besojnë njerëzit, kështu që hajde të merremi sot me faktet historike se kush e ka shkruar Kuranin, si është shkruar dhe a janë vërtet fjalët e Zotit. Më rëndësishme. Hajde ta shohim sot. Sipas besimit islam, Kurani është fjala e drejt për drejt e Allahut. Pra, ato besojnë që çfarëdo që shkruhet aty është direkt fjalë e Zotit, e shpallur përmes engjillit Xhibrail tek profeti Muhammed. Kjo është ajo se çfarë besojnë shumica muslimanëve. Muslimanët besojnë se Allahu i foli përmes Xhibrailit Muhammedit, i cili më pas transmetoi fjalët tek pasuesit e tij. Por historia reale e Kuranit është më komplekse dhe nga një perspektivë kritike, gjë të cilën nuk e bën shumica e muslimanëve, disa gjëra janë të diskutueshme, tepër të diskutueshme. Muhamedi ishte një tregtar në Mekë. Ai shpesh largohej në shpellën e quajtur Hira për të medituar dhe më pas diskutonte për vojat shpirtërore me gruan e tij, Khadixhen. Një ditë Xhebraili i vizitoi dhe i urdhëroi të recitoj Muhamedin pra. Kështu u shpallën 5 ajetet e para të Kuranit që sot gjenden në kapitullin 96. Gjatë jetës së tij, Kurani nuk ekzistonte si libër. Pra gjatë jetës së Muhamedit, Kurani nuk ekzistonte fare. Ka shumë njerëz që thonë, jo po ka pas ekzistuar që më para Muhamedit nuk ekzistonte Kurani fare. Ai shpallej në mënyrë verbale dhe shumë nga pasuesit e tij e mësuan përmendësh pjesërisht dhe e shkruan të tillë. Pra, është shkruar nëpërmjet memorizimit të asaj se çfarë kanë thënë njerëzit në ato kohë. Pra, çfarë kanë mbajtur mend që i ka thënë Muhamedi dhe është shkruar pas vdekjes së Muhamedit. Kurani është shkruar pas vdekjes së Muhamedit. Për gjithë ju musliman që mendoni që jam duke gënjur, shkoni dhe kontrolloni faktet e juaja. Pra si mundet një libër i shkruar pas vdekjes së një profeti, i thënë domethënë që ka komunikuar me Zotin, me engjëllin dhe i ka transmetuar këto mesazhe dhe është shkruar pas vdekjes së tij, si mund të besohet në njerëzit që duke u transmetuar gojë pas goje nuk mund të ketë asnjë lloj ndryshimi dhe asnjë lloj gabimi. Pas vdekjes së Muhamedit, pasuesit e tij vendosin të mbledhin të gjitha ajetet dhe t'i bashkonin në një libër. Abu Bakri dhe dha urdhër Zain ibn Thabit, kanë qenë ato arabët, që kanë qenë shkrimtar të Muhamedit që të bëjnë këtë punë, pra pas vdekjes së tij, sepse Muhamedi vet mund ta kontrolloni nga burimet që nuk ka pasditur as të lexoj e as të shkruaj. Pra, hajde se si Muhamedi ka mbajt përmendsh një libër që sot ne kemi diku i 600 faqe, ta mbash përmendsh domethënë atëherë me të kohë, pavarësisht se ai nuk dinte as me lexu edhe as të shkruaj. Hajde dhe jepi sens kësaj gjëje. Se si mundet, domethënë, një person që nuk di as të lexojë as të shkruaj, por të mbajë mend 600 faqe libër. Këtë përgjigje hajde jepeni ju në komente se unë nuk e jap dot. Ky proces ishte shumë i ndërlikuar dhe sipas disa historish, Muhamedi nuk ishte dhënë udhëzime për të krijuar një libër të tillë. Shumë ajete u mblodhën nga memorizues dhe shkrimtarë të ndryshëm. Pra, e kuptoni, është shkruar pasi ka vdekur Muhamedi. Dhe ju e besoni sot si të ishin fjalët e Zotit, kur faktikisht është shkruar nga njerëz arab të asaj kohe. Më vonë Uthmani, pasardhësi i tretë
standardizoi Kuranin, vendosi dialektin e njësuar, shenjat zanore dhe urdhëroi të digjen kopjet e tjera. Pra ky Uthmani ka qenë ai që e konkretizoi, e bëri zyrtar që vetëm ky libër do jetë Kurani dhe gjitha kopjet e tjera do digjen. Dallimet mund të jenë minimale ose të konsiderueshme dhe shumë historian thonë se kjo tregon se Kurani nuk ishte vetëm një produkti, një burimi hyjnor, por kaloi përmes një procesi njerëzor dhe historik. Pra ka kaluar në duart e njerëzve. Normalisht dihet dhe më bet të s'ka se si Zoti të shkruaj libur, të shkruar plotësisht nga njerëzit. Kapitujt nuk janë në rend kronologjik dhe disa, si kapitulli 9, nuk kanë fillim të qartë. Shumë ajete u vendosën pas vdekjes së Muhamedit nga pësuesit e tij, sipas interpretimit dhe udhëzimeve që kishin marrë. Pra, kush e shkroi Kuranin? Nga besimi islam është fjala e Allahut, por nga një perspektivë historike, shumë njerëz kontribuan për mbledhjen dhe organizimin e tij gjatë një periudhe të gjatë. Kjo nuk do të thotë se besimi i muslimanëve është i gabuar, por tregon që ekziston një histori komplekse pas librit që konsiderohet i shenjtë. Është një kombinim i besimit, traditës dhe historisë njerëzore. Kështu që, për më tepër, unë po e lej vetë ta gjykoni juve, të kërkoni vetë këto fakte historike që unë sapo ju përmenda, qofse kam qenë gabim në ndonjë gjë që unë kam thënë, mund më thoni në komente, por duhet të filloni dhe të mendoni vetë për veten tuaj në vend që thjesht të besoni verbrisht atë se çfarë ju thot Hoxha. Faleminderit që më ndoqët, bëni subscribe nëse doni të dëgjoni më shumë fakte të tilla historike rreth këtyre manipulimeve mendore që ju janë bërë. E kemi filluar me Kuranin, por do të dalim edhe tek Bibla, mos e vrisni mendjen. Qofshi mirë.